Momente mjaft dramatike ka pasur ditën e sotme në një prej zonave më të populluara të Tiranës, ku një pallat është përfshirë nga flakët, ku ka detyruar pastaj forca zjarrfikse për të ndërhyrë dhe ende zjarri nuk është vënë nën kontroll. Për të folur mbi shkaqet, le të themi, të zjarrit dhe mbi cilësinë e ndërtimeve, kam të ftuar në një lidhje direkte inxhinierin e njohur zotin Arben Meçe. Zoti Meçe, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Zoti Meçe, ju besoj e përcollët zjarrin që ndodhi në një prej pallateve afër QSUT-s. A mund na thoni pak se pse po themi u përfshi aq vrullshëm nga flakët ai pallat dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në qoftë se sot u doq një pallat në Tiranë, 99% e pallateve do të digjen në një formë. Sepse teknologjia e ndërtimit të fasadës në Tiranë në viteve të fundit është pikërisht ajo teknologji që është përdorur atje. Ose siç është mësuar zakonisht populli ta quajë kapot. Kapota nuk është gjë tjetër veç se polisterol, mbi të vendoset një shtresë materiali koll që i themi ne, dhe mbi të vendoset grafiato. Si rregull, polisteroli, si rrjedhimi i grafiatos dhe i shtresës së kollit nuk ka kontakt me zjarrin, sepse ai të marr flak do të ketë me domos kontakt me zjarrin, jo me nxehtësinë, me zjarrin. Dhe që të ndodh kjo lloj djegje, do të thotë që është hequr grafiato, është hequr dhe kolli dhe pastaj ka marr flak polisteroli. Çdo mendje normale njerëzore e shef që të arrish deri te polisteroli do të thotë duhet të kesh bërë një punë paraprake, dhe për mua 99% kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme. Ju mendoni që është zjarrvënie e qëllimshme? Në gjykimin tim është zjarrvënie e qëllimshme. Por nëse kjo është një zjarrvënie e qëllimshme, natyrisht me pasojat e saj të cilat nuk janë të kënaqshme për çdo që flet për ngjarjen, sepse flitet për djersën e qindra qytetarëve, banues të atij pallati. Ne do të vëmë alarmin sepse sot kjo lloj zjarrvënie ka të bëjë më tepër se sa me cënimin e pronës së qytetarëve, me probleme të sigurisë kombëtare, se potencialisht është bombë në çdo pallat ndërtuar në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë bërë teknologjinë e termoizolimit me sistemin kapot. Inxhinier, kur është bërë termoizolimi me sistemin kapot, pse është lejuar kur ju po thoni që është kaq e rrezikshme për zjarrin? Pra pse nuk kontrollojnë pallatet në Tiranë? Se praktikisht ajo çfarë thoni ju, që në një rast të ngjashëm i bie që e gjithë Tirana të digjet, nëse po themi ka një zjarrvënie në një pallat dhe zjarrfiksit nuk kanë mundësi për ta vënë nën kontroll, për hapet e tjetri. Atëre, në këtë rast duhet të jemi shumë konciz në transmetimin e fjalës, sepse nëse se zjarri bie në një pallat, nuk shpërndahet tek pallatet e tjera, për sa kohë që nuk ka kontakt polisteroli. Pra zhvillohet në fasadën e këtij pallati, transmeton në raste të veçanta kur nuk menaxhohet flaka nxehtësinë brenda pallatit, pra brenda apartamenteve, por nuk janë flak të cilët të transmetohen tek pallatet e tjera, dhe nuk është kjo teknologji që e lejon gjë të tillë. Kjo ka djegje të brendshme. Pra me fjalë, nëse ju sot do të merrni polisterolin atje ku jeni, atje ku jeni, dhe t'i vini çakmakun, do ta shihni çfarë zjarri prodhon ai, dhe pastaj guxo ta shuash me ujë. Nuk shuhet me ujë. Përdoret tjetër teknologji për shudhjen e këtij lloji materiali. Çështja është që të njëjtin fenomen ne kemi trajtuar kur u bë një djegje tjetër përpara 2 vjetësh. Dhe ajo djegje para 2 vjetësh u trajtua në logjikën e këtij lloji materiali që përdoret. Dhe edhe pse u bë alarm atëherë që tha shiko, nuk duhet përdorur ky lloj materiali, sepse është lehtësisht i djegshëm, përsëri teknologjia e
termoizolimit në Shqipëri vazhdon të jetë sistemi kapot. Dhe për mua sistemi kapot nuk është i rrezikshëm për sa kohë ai zhvillohet këtë teknologji thash. E në qoftë se dikush, qoftë ky pyroman, qoftë i çfarëdo lloj tipi i cili kërkon të prodhoj të ngjarje e cila nuk ishte e pranueshme, nuk ishte e lehtë dhe ishte me sensibilitet të lartë në Tiranë, mundet që sot për gjysmore me një grup mirë të organizuar t'i vërë flakën mbi 100 pallateve për gjysmore. Pra, këtu nuk flitet sepse teknologjia është teknologjia e cila merr flak. Edhe në shtëpinë rrobat i kemi, edhe rrobat marrin flak. Do t'i heqim? Pra, duhet jemi shumë kujdesshëm kur flasim për teknologjinë. Pastaj se si manipulohet dhe se si përdoret, këtu prandaj unë jo pa qëllim po them, kjo lloj teknologjie në vetvete, në mënyrën se si funksionon, nuk është e rrezikshme. Në momenti kur ti tenton ta përdorësh si armë, natyrisht ai kthehet shumë e rrezikshme. Dhe kthehet tmerrsisht e rrezikshme siç ju e pat. Dhe ajo që mua më shqetëson, po. A ka mënyra që ne të mos ja lëm në dorë piromanit, po themi pallatin, pra a mund përdoret një sistem tjetër? Në këtë rast që po flasim, 99% e pallateve në Tiranë janë ndërtuar me këtë teknologji. Pra, ju mund të bisedoni me shok, miq, vëllezër, motra, do shihni që të gjithë u futën në atë euforinë e madhe për të termoizoluar shtëpinë me sistemin kapot. Shko futu sot në gjithë Tiranën, të gjithë thonë sistemi kapot na shpëtoi. Dhe sistemi kapot si teknologji nuk është i rrezikshëm. Por në momentin kur ai përdoret si armë, thash, dhe do të jem shumë i qartë në këtë rast, kur përdoret si armë, dhe çdo thot si armë përdoret për vrarë njerëz, si armë përdoret edhe për të bërë akt terrorist, si armë përdoret edhe nga piromanë të cilët janë të sëmurë. Në mënyrë natyrale, me ta shqyqytërën në shkëndijë elektrike nuk digjet ky sistem. Gjithsesi, unë jap alarmin për të bërë një diçka që të parandalojmë aktin e nesërm. Unë sinqerisht do dëshiroja që ajo të ishte një zjarrvënie nga pakujdesia ose nga elektriku, por mesazhi në këtë rast është që organet tona të sigurisë kombëtare duhet të kuptojnë që ndodhen përpara një fakti që duhet konsideruar jashtëzakonisht shumë prej tyre. Jashtëzakonisht shumë, mos harroni që ngjarja po ndodh kur në Tiranë po zhvillohet një nga aktivitetet më të rëndësishme që kanë të bëjë absolutisht me mbarvajtjen e Shqipërisë për nesër. Dhe kur ngjarjet përputhen me njëra tjetrën, natyrisht të lindë edhe mendimi, të lindë edhe gjykimi që duhet të marrin në konsiderat edhe faktin e një akti terrorist në këtë rast, i cili, ju thash, nuk është vetëm te ky pallat. Mbi 90% e pallateve në Tiranë janë me këtë teknologji. Pse mendoni që u zgjodh pikërisht ai pallat nëse është zgjedhur për t'i vënë zjarrin? Pra përsi, nuk ka rëndësi se cili është pallati. Mund të jetë edhe luftë e brendshme, po ç'rëndësi si ka? Rëndësi ka që është një pallat shumë katësh, i cili në qoftë atje, qoftë në qendër Tiranës, qoftë në Laprak, qoftë në Kamës, qoftë në Salit, kudo, efekti një lloj do ta jepte. Një lloj do ta jepte, natyrisht zgjidhet në një vend që ka sensibilitet më të lartë, pra spitalit. Pra, këto janë logjika të cilat do të thënë, fillojnë analizohen në momentin kur përfundimisht bëhet analiza e shkakut të zjarrvënies. Është shkëndijë elektrike, natyrisht nuk përjashtohet, asgjë nuk përjashtohet, por për mua, unë ngre alarmin që të jetë shkëndijë elektrike ja u mbyll tani. Por sikur të kemi një piroman, natyrisht shqetësimi i shtetit nuk është më tashmë në kushtet e një defekti elektrik, po sikur të kemi një akt terrorist i cili në kushtet të cilat po ndodhet sot Evropa, ku ki parasysh në çdo vend ka filluar armatimi dhe përgatitja për luftë. Nuk duhet të them që u nominua një general ushtarak ambasador në Shqipëri, pastaj se do futem shumë thellë. Pra, unë jap këtë alarm i cili është potencial, do të urojë të jetë shkëndijë elektrike, por nuk përjashtoj dhe nëse do ta dish bindja ime më tepër është në akt terrorist se sa është tek shkëndijë elektrike.
sepse duke njëjtur teknologjinë them nuk ndodh zjarrvendja në këtë lloj teknologjie drejt për drejt. Duhet me do e mos të heqësh shtresën mbrojtëse, të futesh brenda dhe është një lloj sikur në një shtëpi janë xhame të gjitha, ti mund të marrësh një molotov, një mësuta një molotov, ta hedhësh brenda dhe natyrisht do marr flak gjithë shtëpia. Kështu është edhe kjo lloj teknologjie. Pra mos ja vën faj teknologjisë, se tani do dëgjosh me qindra njerëz të cilët do llapin, nuk do lejnë gjë pa thënë. Përpara se të llapin do të them kemi 35 vjet që ne po ndërtojmë në këtë formë. Ju llapaxhi mbyllni gojën sepse 35 vjet duhet të kishit folur. E duhet të kishit dhënë alarmin. Por nuk është ky problemi. Problemi është që tashmë po ballafaqohemi me një fakt që duhet konsiderohet mirë, duhet marrë mirë në konsiderat. Kemi të bëjmë me akt terrorist, kemi bërë me zjarrvendje piromane, apo kemi të bëjmë me një aksident i cili mbaroi tani edhe do vazhdojnë ato procedurat ligjore për të shpërblime me radhë, siç i ka shteti gjërat. Mua më shqetëson akti terrorist. Dhe çdo ditë më tepër ne do të kuptojmë që jemi në kushtet tashmë të një situate ku kaq e pak do të presim edhe të tjera. Jemi Evropa, bota është futur në luftë. Çdo ditë më tepër po diskutohet një gjë e tillë. Kemi sulme kibernetike, të cilat ne nuk i kuptojmë sepse hasën në një vend tjetër, por ja pra që pas ka dhe hapësira ku edhe agresioni është i mundshëm. Gjithsesi thash, le të mbetet kjo në nivelin e konspiracionit nga ana ime, por në një shqetësim të organeve tona të sigurisë për ta marrë në konsiderat edhe këtë alarm që jap. Nuk është e rastishme pse pikërisht në një aktivitet që kishte mbushur gjithë mediat dhe që është aktivitet vërtet për të admiruar, ku gjithë diaspora përfaqësohet dhe vjen në Shqipëri për të bërë pjesë e Shqipës, pikërisht të ditë ndodh kjo ngjarje ku kemi 3 orë ku nuk po diskutohet asgjë tjetër, por po diskutohet vetëm dështim, zjarr, luftë etj, cilat praktikisht e kanë tërhequr vëmendjen nga ngjarja e vërtetë. Inxhinier, faleminderit shumë për kohën dhe shpresojmë që pasi dalin po themi analizat e sakta se çfarë ka ndodhur me pallatin, të mos kemi ndonjë sulm të mundshëm siç edhe është paralajmëruar terrorist. Shpresojmë që të jetë një ngjarje izoluar. Faleminderit shumë për intervistën dhe shpresoj të takohemi sërish. Faleminderit ju.